Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e tretë në Fire dhe Grit Podcast në sezonin e 6. Për dallim prej herave tjera, sot dhe kena të ftuar një musafir pak më ndryshe, për mu pak më special për shkak të përvojës se kam me ta dhe kom kalu rrugë këgja me ta. Ajo është Shpend Lila, që vjen prej Innovation Center of Kosovo. Shpend, mirë se vjen podcastin ton. Lap, faleminderit shumë edhe po m'buhet shumë qefi. Edhe kur më ftova ditë më shumë mirë se gjithmonë kam qenë në karrikën tonë, po hera pa që po jam në i si mysafir me një podcast. Po, çdo doshta edhe me përmend Shpendi kontributin për komunitet të IT-s, që e ke ja për shtipa diskutushëm, kom e ta përmend ma vonë edhe një fjallë që ma pa të thonë ma më të unë e kom ojtë men, fa e letë me të për ma vonë, po njëherë për shikus tonë ka zëna kush është Shpendi, çka bën, edhe tani pihina tema tjera. Pa tjetër, unë jam Shpendi, këtë njën si Shpendi ICK-s, lapë që tash jem hin vitin e 13, një ICK e ka hin vitin e 14, kështu që po m'bohet ma shumë gati një dikate gjys me qendrën tonë. Aty e kry rolin e menaxherit, po thuaj se, që më thonë se një qelë stramaç, ku i krym krejt punët, kryesisht mirë me menaxhimin e departamentit trajnimeve, të eventeve ngjarjeve që kemi, garave që i bojmë, po edhe ndihmën për biznes startup që e krym si qendër. Këtu jam lindë rrinë në Prishtinë, këtë menojnë që jam lindë në Gjakov, po jo në Prishtinë jam lindë. Në Gjakov, familjen e kom për Gjakovës, shkojmë shpesh, po këtu e kom kry kryesisht një pjesë më të madhe të jetës, studimeve, mbas një fellowship në Amerikë. Jam këtu në vitin 2012 në Kosovë, kom punu si ish bursist për programin USAID-it për 3 vjetë përpara se mu taku me Uranikun me një ngjarje në Prishtinë dhe prej aty filloi tregimin i ICK. ICK-ja, pjesë e ICK-s u kon edhe Uraniku, tash që është pjesë e plug and play, nëse s'gaboj. Apo na ka thënë qysh u nis ICK-ja, me çfarë parimi, me çfarë logjike, pse ka pas nevojë me u nis një ICK që atëherë para 14 vjetë, se tash edhe sot për shembull jena mas 14 vjetë që u formu ICK-ja, në vendet e rajonit nuk ka diçka të tillë. Për mendimin tim, krijimi i ICK-s u ka qenë një hap vizionar, të zgjenohem pak më shumë pse çau kon ideja e krijimit të saj. Po ICK-ja është themeluar në qershor vitin e 12 me financim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë, zotën ish ambasador Jan Brathon ose Mon Man, sa ke qenë edhe te startup ka qenë disa herë në ICK, ka ardhur me vizionin që Kosova duhet me pas identitet vetin ekonomik, edhe që patjetër duhet me qenë ICT janë njërë për ty në dhe tregojshin se unë s'kam qenë në fillimet e ICK-s, po dyqysh ka pas shumë skepticizëm në atë kohë pse Kosova me tech, pse me ICT, edhe mos harrojmë që në vitin që është hapi ICK-ja kanë qenë kompanitë në sektorin IT-s, mdokët Vigani me Valion Budimën, e ki pas Aseko, në konë Trecisi, Kaktusi, do më thonë i ki numëru kompanitë në gishta. Për deri sot tashti ku po flasim, bazë të barometrit fundi që është bo prej Stikut, dhe që ndikon për 2500 dhe 3000 kompanitë ICT-s me staff 40.000 persona kryesisht të përqendruar në Prishtinë. ICK është themeluar me vizion të sektorit, më duhet patjetër me përmend kontributin e Dritan Hapqiut, Vjollca Çavollit, edhe tjerëve që kanë besuar që Kosova duhet me pas një qendër të tillë. Është për momentin ndoshta ndërmendohet në rajon, edhe për sa i përket ndikimit, po edhe sa i përket komunitetit. ICK është qendra që unë s'kom dëgjuar që ka rajon që punojnë 24 shtatë, ka kompani që punojnë me time zona ndryshme. Kontributi është jashtëzakonshëm i komunitetit, jo vetëm i qendrës, edhe pse na, ç'më thoni, me kon sebeb bashkë edhe me ty edhe me plot me tjerë komunitetit që mos më nal puna. Kurkush nuk ka besuar që ICK-ja ka me qenë e hapur edhe mas 14 vjetë. Natyrisht me sfidat e veta, po kontributi është jashtëzakonshëm, tu fillu prej ndihmës për biznese startup, qoftë mërbes për krahas financiare teknike, shkatësimit të rive në këto aftësi digjitale. ICK-ja ka 14.000 persona të trajnuar në 14 vjet. Do të thonë që i bjen për ma shumë se 1.000 persona në vetë që kanë kaluar për trajnimet tona. Lidhja me tregun e punës është e mirë, të punësuar janë shumica prej tyre që kanë kryer trajnimet ose kanë hap kompanitë veta. Po dhe në aspektin e, ç'më thonë, me qitë Kosovën në hartën globale, kemi arrit ato me bu qoftë nëpërmjet garave si Get the Ring, cilat janë njëri prej fituesve, edhe kemi shku bashkë në garën globale, qoftë me javën globale ndërmarrësisë, qoftë me Startup Weekendin, NASA SpaceX,
Masena e kemi pas Startup Sauna, dhe më thonë një 34 licenca që na e kemi pru në Kosovë dhe që njerës t'jën sill paka shumë rreth që tyne. Unë kur jam ardhur një CK mas pari, jam ardhur me komponu për një kompani amerikane atë, ajo ka zgjat një muj, për shkak se tani na dalin zyre të reja. Edhe kur e fitum NASA Space Apps, neve na ushen një mundësi shumë e madhe si ekip që me bu diçka tonën, se edhe i na kanë të interesuar për atë farë pune, edhe erdhëm një CK, Synclab. Në fillim u kanë Raven Bit, tani u Synclab, edhe unë e di ndjenjën se nuk harroj kur, ndjenjat e para unë kur jo mini CK, ndjenjat që ju kanë me shkru emnin, ose me qitë kartelin, me kallëzu që je pjesë e ICK-s, u kanë një farë, ndjenje pak më speciale se tjera, kështu që për mu ka një eksperiencë e jashtëzakonshme krejt udhëtimi jam ato, jo veç fillimi, se udhëtimi jam ato ka zgjat tani edhe 2 vjet tjera, derisa na dal graduated, po çka po du me thonë është e di që çdo i ri ka qef me kon pjesë e ICK-s. Cilat janë procedurat nëse një i ri me startupin e vet don me u bë pjesë e ICK-s ose inkubatorit të ICK-s? Po, na zakonisht kemi pas thirrjet e hapuna ka 3 ose 4 copa në vit, tash kemi lënë rolling basis, do të thonë që thirrja është e hapur në stop, edhe mu apliku fatkeqësisht lab për momentin nuk kemi ndaj përkraje prej donatorëve në mënyrë që na me ato fonde me përkrah biznes startup. Janë 2 arsye, një është që Kosova me të padrejtë për mendimin tim është e sankcionuar për EBS, edhe që për momentin asnjë aplikimi i Kosovës ose për institucionet e Kosovës ICK nuk ka lënë, por shpresojmë që kjo komo kry shpejt për shkak se fondet si mekanizmat si IPA e Erasmus e tjera kanë shumë mjete financiare për cilat Kosova nuk ka qose për momentin. Megjithatë, aplikimet bëhen, hapësina kemi, pjesën e zyreve, që tash jemi në marrëveshje me Google Cloud for Startups, do të thonë ata po ofrojnë për secilin kompani që hyni që ka 2-3 euro vouchers për Google Cloud, që është një mundësi shumë e mirë. Jemi edhe me Amazon Web Services, deri në $10,000 në vouchers, në credits, edhe që bëjmë ndërlidhje edhe me investitorë. Tashti, nëse kthehemi 10 vjet mas, kryesisht jemi varur prej fondeve dhe prej granteve të BE-s, të GIZ-it, TEU-s, po tashti diaspora jonë është fuqizuar shumë, kështu që çështja e financave nuk ka shumë problem. Problemi është me pas një startup me ide kualitative dhe një ekip të mirë, për ndryshe ka investitor privat sot dush që na mujmë qitë në kontakt me ta. Edhe ka njerë po besoj lap që është më mirë më u kthy ka korporata dhe ka investitor, ka diaspora jonë, se a peshet që nuk i dihet, për një moment dje u konë sot nesër më sukon USAID, me një vendim Trumpit. Thonë neve nuk na duhet me rreziku edhe më varë shumë prej fondeve. Na e dim edhe jemi të vetëdijshëm që edhe kur përfundon lufta në Ukrainë, edhe kur kryhet lufta në Gaza, shumica donatorëve kanë me shku qatje. Kosova nuk është më vend i krizës, ka kalu 26 vjet për luftës, nuk duhet më varë na më për USAID, duhet më kthy ka ti, ka Edi, ka Etriti, ka Mërgimi që keni kriju kompani dhe që keni potencial me investu të startupat, jo me unë gjitë dorën, që me thonë international aid, që shkemi bude ishta. Shu që më besoj që ka dole, kjo koni, që me thonë a i ka qelë syt pak, që me fillu më kthy pak të biznis. Nuk ka nevoj një i ri ose një re, me orë një CK me këshyra ka grante për i gizit, po me orë një CK me qitë kontakt me labin, me Mërgimin, me atë tjetër, më një që edhe investimi me qenë pak ma substanciale për mbajtësor, sa i përket qëndrueshmërisë. Në bazë të krejt përvojës se ke bo një CK, çka lypin startupat ma shumë? A lypin ma shumë pare, a lypin ma shumë mentorship? Ata që e din çka po dojnë, parës lypin. Ata e lypin një kontakt, ata e lypin një orë mentorim, për shembull me labin. Na tash që kemi shtuj, kemi dikon një 200 mentora. Secili një që ka kalu një CK, që ka mërrit diçka, sot e kena mentor. Mos harrojmë që krejt komuniteti jonë punon pro bono. Për më thonë, veç na vyn një kontakt, për shembull, ne patëm një Zeko që varë për Australisë, lypi më këshillu me dikën në aspekti ligjor dhe që të më kontakt me kujtim Kërveshin. Kujta është një prej, shme thonë, avokatëve më të mirë që ka Kosova. Edhe pare me pas ka njerë me kujtë nuk mush me ranë kontakt. Po shkunë edhe ne të në 3 orë bashkë, edhe o këfile pak e kalëzë që regjistrot një biznes për një Australiani, cilat dokumente du të më plëcu, më thonë krejt që ka të vynë është një connection. Kjo është edhe rasti jonë me konferencë. Edhe rasti. Na mbështetjen që kena marrë prej ICK-s, ICK-ja konë community sponsor, po që ka njerë po thëmë, ty veç duhet me të qitë në kontakt, se na tash e piqin për startupin, së mujna shku me kry,
po të paktën me shërbysin një urë lidhse mes një startupi, një djalë ose një qike të re, me dikon që do të me kohë një investitor. Labet të din shumë mirë për provojës, na kena pas gjithmonë komunitet ide të mira, të din që problemi kryesor u konë të piqin fund. Më thonë, e kena një farë bagi si komunitet, që nuk dina me shqyqysh dhe një Amerikan. Jena diqysh nuk kena dhe aftësi komunikimit, nuk na ka ra shumë me folë për masën, idetë edhe produktet shumë atë mira. Për shembull, pëzom një Amerikan, me një ide shumë palidhje, mundet me ta shqit, me ta lulu që ashtu që me ta shqit. Kështu që na edhe shumë një kohë kemi punu bajke shumë me mentor për me imsu bizneset qysh me pitch më mirë. Po, fajo kona është edhe te ekipe që kanë qit programirën me pitchirat. Do më thonë... Nuk ka qenë njerën e duhur. Nuk ka qenë njerën e duhur, që ka dalë ka dollë dhe ne kena parë dhëmësime që kemi marë prej, që kemi mësu gjatë rukëtimit tonë. Unë e di një cëkë cëllat jënë konë startupat sukseshëm, që sot halojen aktiv, po du mi përmen ti disa prej startupave ma sukseshëm një cëkë, që të dini dhe audienca jonë. Po, në fillim kanë qenë një kohë shumë, nuk po them që kemi ndiku shumë ose që kemi ndihmu diçka, po që kanë qenë pjesë e familjes tonë me zyre për një kohë shumë shkurt. Ka qenë Sulabereti dhe Gjirafa në fillim. Bile ka njerë me thonë që Gjirafa ma shumë në kanë ndihmu neve se na që kena mu Gjirafës. Se tash edhe labin edhe mërgimin kemi edhe si mentor dhe si antar teorisë, po edhe si investitor potencial. Po kemi Arta Shejon që ka dalë me J-Coders. Është kjo Inspira që s'fundi është e Besart Konushevësit që kanë qenë edhe përfitus të një programe me Innovation Fund. Është mandej kë Larti me Skins Agency ka qenë pjesë e ICK-s. Agoni Avdimetaj me ata e në konë startup weekendin e parë. Bile dhe Valone përmen që edhe Hallakate ka fillu prej startup weekendit parë në 2012. Është Roni me Formoni me Raniza Bërgjën me këta që ka qenë pjesë e ICK-s. Më thonë një ndikon për 1600 kompani. Natyrisht, na besojmë që 30% tyne në hala up and running, gjallë, që është një përqindje bëjegje mirë të llogarit edhe venin ku jetojmë edhe vështirësinë cilat kalojmë, po shumica e njerëzve që kanë fillu edhe nështë e kanë lënë dikush njët ma rahat lab me shku me punu për një rrugë mirë dikon. Startup të e din shumë mirë, edhe ti s'ki mujt me përballu me punu për dikon ma shumë se 2-3 muj, e ki qilë tonën. Pro dikush është ndër mars, ka qef me rreziku, dikush thot ta din qysh jam 9 to 5, e ma një rrugë mirë edhe s'lodh na fort, a u pagu rrymë, a pagu uje, a kena parë me pagu rruga jo. Kështu që kjo është e mira e qendrës që ofron çdo mundësit, dy mundësit njerëzve për qoftë me hap një biznes ose me punu dikun për rrugë. Unë e di se vetë kom pas startup, e di me çka janë përballë mas shumtit, çka janë kanë vështirësitë tona në zhvillimin e startupit, menoj që koha pak ka ndryshuar. Cilat janë sot vështirësitë që më të mëdha, me thonë që startupat përballen se kur ti je startup paqare ki me u përballë me shumë vështirësi, mirë po menoj që prej kohës në kohë dallojnë. Qëre, kur je marti me startup, me krahasu me dikën që do me nisë një startupi që tash është si nota me ditë. Mos harro lap që ti e kohën me një burg të mas qytë në Kosovë për shkak të viza regjimit me viza. Edhe te di sa që për ndërbrej kur na donë Sloveni për herë të parë për podim. Na podim, do me thonë ti veç nuk e din sa hjekën e kena kalu na për me marr pjesë me një konferencë si podimin në Sloveni. Me thonë ty na o ka desh 2-3 muaj mas pare me caktu termin të vizës, mas ne o desh me marrë pushim një 2 ditë me shku me mbledh dokumentat, për ekstraktit lindjes deri te dokumenti që s'jen hetime në gjykat, krejt fizikisht, nuk ka pas e-Kosovë. Kosova o konë në shumicën e konferencave më dhoja nuk o konë asë në listë për më regjistru. Me thonë që e që kena bo une, ti, Oraniko, Valjoni, Ermalio, që kena bo një farë, që me thonë diplomacie digitale që nuk kena lonë Twitter pa e përmen kur da qopi u berit e deri te Google Pay, Apple Pay, që me listu Kosovën, pak të me nëna mundësu. Një startup që do me janë një sot e merë biletën nesër i aeroplanit për Cyrre edhe shkon në konferencë kthehet nesër mramje. Më thonë, nuk mund është me krahasu që me thonë situatat edhe mundësit që i kena pas ata. As ka pas ma pak qasjen fonde, financa, nuk e ki pas plug and play, nuk e ki pas ti një lab tjetër që ka mujt me të nejtë e kryta dhe me të mentoru, ki pas, do më thonë, shumë vështirësi. Çka po na mungon që tash lab, janë startupat. Do më thonë, po më duket që u harxhu komuniteti, kompanitë si e jotja edhe tjera që në përkrejt që të zonën
që na thojmë Silicon Valley e Kosovës, po më duket e kanë përbi fuqinë punëtore. Nuk ka mo 3-3 që duhen me nis diçka për vete se në rahatu për rrugat mira, edhe për momentin është ajo është një farë që më thonë një zonë një rahatipe, komfort zone, komunitete dhe përshojmë që nuk ka shumë interes për njerëz të libermarë startupa. Që do vetë më soj, a ka ndryshu mentaliteti? Jo, nuk ka ndryshu, po më duket që edhe na duhet lab me kthy pak startup weekendin, se na është edhe probleme ku edhe të na që nuk e kemi boqën ja 3-4 vjet, edhe mos me paragjyku, na është çfarë po them unë, po me kçy na është ka. Na është ka. Tashti me AI e me këto trejat, po besoj që 3 që mujnë me pas, veç që na duhet na është me pas me pru edhe brende treja që me pa interesin e trive. Po, ma mirë u konë para 10 vjetë e lapë. Pësaj përket edhe kualitetit, komunitetit, po edhe të energjisë dhe dëshirës për me kriju diçka të vetën. Po më do këtë zotin, ju s'keni pas kam ja majtë. Ti s'ki dash me përru dikën edhe për që të i ki ngra. Ta shti mund është me fillu, mund është me dështu edhe nesër me një post LinkedIn hin pun dikën. Një programer. Tjetër është që nëse këthemi para 4 vjetë, ki pas në stop thirrje për programera, mos pishet që to. Më do kështë edhe kompanita është janë ngulfat, edhe kanë rriqat limitin për punëtor, po tash edhe me ajmë që për i zavencojmë të atucat. Mura, kjo valoni, sa në hasin ditë në ta që kretë punë të shtu i kry me tulca. Edhe nështë na duhet me janis mu për 7 lab, së është diçka që për cilës të kena pështim, po më nëjtë që najna bajagi mirë. E pa më dhe konferencën e fundit që organizove të imbinez, kur dula e Ukrajinës edhe që më thonë shumica njerëz do thotë që më thonë Kosovë kalojnë mas miri me komunitet, jo veç me shtet, po me komunitet do më thonë që janë up to date, janë përdicu me informata, e din, më thonë që to sene është që na dëllën është e pivenet të rajonit, se jemi shumë ma shpejt adaptushëm ndryshime që ndodhin në botë. Mas jena të venet të rajonit, se pyetja tjetër doshta me dvetë në që drejtim. Soj përket, po flasë për Ballkanin për gjithësi. Qëre, tasht, prej kur jenë hek vizat, për një me që kjo lirshmëria, po më nëshme shku me, mu taku me bizneset tjera, edhe me start-upa tjerë, edhe peshe pak a shumë ekosistemin e start-upëve që është i zhvillum. Deri sot, unë tash po flasë për rajon, në Evropë, asë një vend së më kalon për shtypje për me u zhvillu si start-up. S'po flasë për Dubai është interesant për shkak të lehtësinave që i ka. Ku me nënë që ka me konë Kosova, unë për veti besoj që që tash jena këgja ndryshe, sidomos prej rajonit, po a me nënë që Kosova ka aspekti ICT-s, tash s'po flasë veç ka aspekti start-upave, po ka aspekti ICT-s, në 10 vitet arshme ka me konë një nivel këgja matë në olë se sa rajonit. Qyre, se cilin sukses me cilin flasim për Kosovën, edhe që ka dalë për Kosovës, është merit ekskluzive e individve edhe sektorit privat. Pik. Më thonë, këtu nuk mund me marrë kredita kërkosh. Qof prej veneve të para NASA, qof prej shpërthimit të sektorit cilin jo e drejtoni, qof me design, me industri kreative, qka të që mirët me fuat dhe me duke, me krejt, dhe më thonë një rezultat i punës tonë. Më thonë, për që të na zakonisht, edhe kjo e fundi që u bo me Apple Pay edhe me Google Pay, është komplet angazhim edhe i diasporës tonë në Silicon Valley, pildi baraktarit e tjere, dhe më thonë që mënirën në individualisht. Të fatkeqësisht është që përkraje financiare edhe logjistike teknike për shtetit për nivelit komunal nuk ka pas lab. Para se mi një podcast të tregova, çka është të bo Tirana, edhe ku është Prishtina dhe ku jemi konë para 10 vjete, është që aty në shtetit për ja krijan mundësin edhe infrastrukturën fizike. Për deri sa Prishtina, që 26 vjetë e ka një hotel Grand Lion Mazdore, e ka një pallat rini që është i kallët në 2001-shin, e ka rilindjen që u me qashtot, më thonë që nuk e ki një ven, e për deri sa i se ka që ndrëme një objekt privat dhe pagun qira. Do më thonë, shteti duhet me të kriju të paktën infrastrukturë fizike në mënyrë që komuniteti me u gjallnu. Tash si shumica e kompanive besaj dhe kam ble për unat. Më thonë, kompanit që i njëone, shoqnin tonë, deri në pandemi kanë qenë me qira, tash kam ble në rahatu. Do më thonë, më do këtë nga ka ik një tren, edhe na presim që me pas një farë fokusi. Tash janë zgjedhën në Prishtinë, cili do prej kandidatëve duhet më kthy pak edhe ka sektori ICT-s.
So është Se vlera krejt më po e madhe din, realisht po. që e kena. Edhe më duket që është ndër sektorët e vetëm me bilanc pozitiv në eksport. Qëra Pe raportit fundit që u konë. Na deti s'kemi, Po. të paktën duhet me pas ICT-n, s'po them me vetmja, po tekstilin, ICT-n, industrinë e drunit, metaleve, si njënën prej shtyllave kryesore ekonomike si një shtet i vogël. Kështu që na duhet me bu, po prapë po them, rritja është organike. Është bu për secilit, prej me, prej te, prej oranikut, prej ermarit, vjollcës, lobit, mërgimit, më thonë vetë që i kena dhonë zërë. Ka njëherë edhe mësmu përzi shteti, është edhe më mirë, po të paktën me qenë do ndihma që buen. Kosova, për shambull, shpesh e marrë si shambull dhe kam bu shteti gjudës. Më shasha me lonë shteti gjudës, po nuk është që të bjen judo e pare në ekonomi, nështë të mund me konë shteti startupave për mas do tërë vjetë, do më thonë me ndru pak profilin. Ashtu kështu fokusi njerëzve shumë më i madh teknologji dhe startupa për shembull se me një sport. Na për momentin një cekena 300 vetë, të këtu vlën mas ditën, i kom pa fotografi, do më thonë kompanit, që ta është i me torë një mësafer, lab, në Prishtinë, Kiko e qanë. Kiko e qanë, do më thonë, bile duesh me abo një javë, një agent, me anis me vizitu se gjys ditët e te, e mase na veçën që të rrugë toni kidhe një 5-6 kompani të reja, më thonë që Prishtina vlën për sektorit e ICT-s. Edhe që e mon, mos të harrojmë, e mon gastronomin, drekat e dorka që hanën qëto prej, kontavarët e poshtë, kreti kitë punëtur sektorit e ICT-s. Rrogat janë të mira, edhe nështë është lap një dhe për sektoreve që pe mon të rion mena Kosovës. Kërkush nuk ik për shti sektorit, të më thonë, rrënë shpet vetë, kena raste që jenë shku me punu, jashtë edhe jenë këthy. Ja, po qëfar kja meti pa të mbu, vizat kanë me i, kanë më shpras, ku shkaj? Shkunja 5-6 vjetë që në gjohë, në kitu këthynë. A menën tash të puna e vizave, që si shqiptarët Kosovës, me mentalitet jena këgja më ndryshe, po flasë edhe për shqiptarë tjerë, po edhe për rajonin për gjithësi. Po, na jena me shku në zvizër për turizëm, o vla, po kupta, na shkojna në konferencë, zakonisht edhe kërë na shku bashkë, kena vazhdu në 2-3 dete, na këthy mu më hanë Gjermania, unë s'muj me nejtë ma shumë se një avë. Më thunë kom qep me shku me nejtë, po me punu që të e ki ma shliri. Unë në podcast e tjerë dhe lash kjerën për para, kafen e piva, parkingu është pa pare, du më thunë ku e gjenë këta në Evropë. Më thunë dush du më thunë ka njerë do na bom nervësi për si të farë mujë në Prishtinë, ka njerë është edhe e ki dur të shkira për me pru. Po du me thonë që duhet me investu shumë për me majtë rinin mrena, të këfilt janë bëllë. Vishëm të e pa rastën e sti ka unit që na hipnotizaj këtë komunitetin. Po thonë që qësi ka unat dush me po shumë. Edhe që ta bon të javë dhoni dorën, e te zeko e drilioni, ma herët, du me thonë, vishë duhet mi shty pak, mi adhoni mundësi, se po shti që kualitet kemi bëllë. Edhe jena të full për shkollë publike, du me thonë se që kjo është shumë e rëndësi. Në fillim të tharë që kom e ta përmen një fjallë që ma ke thonë. I na konë me një OP eventëm nëse s'ka bëjnë Get in the Ring. Pa ta thonë në autobusin, po në Get in the Ring, edhe në autobus edhe, unë e di, do me t'i qateri ke pos, në është një 6 vjetë një cëkë. Dhe vetë a thash, pse po punën me start-up, pse s've bë një start-up tonë, në ma pa të bo, jo, ma pa të bo labu një njëri i komunitetit, unë nuk ma dëm pa komunitet. Që kjo mu më ka metë në kry. Edhe e kom pas një farë motivi prej që asoj se kom thonë për deri so ka njerës si shpendi që punojnë për komunitet, edhe komuniteti duhet me punu për njerës si shpendi që na përshkojna për para. Qatë ka shty që ka të shumë, me ka një i fokusum ka komuniteti dhe me shty komunitetin për para. Vëllam duke që e kom zgatë pak ma shumë labë. E din këtë kom thirë podcast, kom thonë të ka orë reni ty me dalë, jo ty me në dhjenë edhe unë e kom zgatë pak ma shumë, edhe e kom një farë. Ja kam nis tash për me menu, nështë ta me bu diçka në talmën, pse jo nështë ta dhe me i moj dyjat, po pesho që nështë ta du të me provu pak edhe në ndërmarsin. Edhe me adho në shpendë, edhe në lobby tjetër për më marë, po jem të kështot, jem asane askne të logarit të këshyr. Se mundësi ka sa dush, komunitet rjetë kemi bo sa dush, edhe po besoj që në talmën ka me qenë privat, në sektor privat. Super, të me thonë, Bollë është 13 vjetë kontribut, pa tjetër, a i vetë i CK-ja 14 vjetë. Unë e kom qef shumë se për një me periudën që kom kalu një CK, për mu konë periudë e artë, s'po flasë ka aspekti financiar, unë jem konë shumë interesum për mentorshipat, për këshilla që më kanë ardhë. Se dati, para një 2 jave kishë nejtë me bardhin ka dion, edhe i kishë thonë bardhi ka dion të kalzej labit që
Kosa ICT-ja është tapet edhe ka marrë Allan Greenberg. Allan Greenbergun e kena pas këshilltar në ato që na e kena zhvillu. Çka po du me thonë me këto është që përmes ICK-s na kena arrit me u taku me një njeri që ai u kanë email-at kur na ka shkuar neve Allani i kanë allan@macbook.com. Do me thonë mundësia për me u zhvillu një ICK është shumë e madhe, mendoj unë ka aspekti profesional. Edhe s'po flas ka aspekti se unë di që ka pas edhe ndihma financiare, po çajo për një startup mas pakti interesit do të më kanë mas pakti të aspekti financiar, mas shumë të mentorship. Se mu mentorship për shembull mi ka kursyn është një 10 vjet gabime që tash nuk i bëj. Se kom mësu shumë në ICK. Përpos kësaj aspektit që mundet me marrë një startup në inkubim e tjerë, ICK ja ofron edhe hapësira me qirasi workspace. A mundet një njeri që vjen në workspace me punu, me pas qasje edhe të që ta mentor për shembull ose të krejt edhe si freelancera, sidomos mas pandemisë labe pam që shumica e njerëzve që kanë pas ekipe të vogla, din 2-3 vjet i kanë çu zyrat me qira dhe kanë ardhur dhe kanë marrë 2-3 ulse në ICK. Po, që kjo startup package support që vjen edhe për freelancera. Do të thonë kushdo mundet me pas qasje. Në çatona për momentin i kena 115 freelancera në ICK, në coworking space. Krejt punojnë për treg ndërkombëtar. Bile i kena natën do që punojnë me Japoni edhe me lindjet mesme që vinë 12 natës për që nisën orarin. Do të thonë është një farë lezeti se me një qytet Kosovës shetë me një qendër në tekut që i ka drita të dhezë dhe mas 12 vetë natës. Do të thonë komunitet që punon me krejt botën edhe shënatësime po që po bojnë punë. Po jena të vlu, që është më rëndësishme, është shpesh pëthëm, kom po qendra ndryshme, po që ka e bënd veçan qendrën tonë dhe Prishtinën si qytet. Se është një farë startup city, definitivisht, është komuniteti. Mund është me pas qendrën më të bukur në botë, po ki thatë, kom po shumë, se në vene thatë. Dhe më thonë, shumë të na po vlën, të jo vlën, dhe më thonë, po shumë që komunitet në rritje sipër dhe që është më rëndësishme. E për mene punën e fondeve më herët që është një farë, ujna me thonë një farë krize, a menën që ICK-ja ka me mbjetu në 10 vite tashme dhe a ka me pasë rolin e një që shë ka që tash? Unë besoj që duhet, po kriza është duhet përkraja shtetet dhe komunës Prishtinës, definitivisht. Qërë bugjeti ICK-s është asë 1 kilometr asfalt vjetor, do me thonë, nuk duhet me gjeparas që thonë duhet me majtë si qender. Po pra po thëmë që vynë përkraja shtetet dhe qeverisë edhe nivellit qendror dhe nivellit lokal, për shkak se ne jemi qëtun që Prishtinë. Nëse ti do në marrë dhe me bu foto gjatë fushatës zgjedhore, dush me vazhdu masina që t'interes me pas edhe mas zgjedhjeve. Edhe du të me pas dialog. Du të me dvejt qeveria, me të konsultu, me të qyrë qka është mirë me shku, me investu në qitë sektora jo. Edhe mos me marrë kry me qelë qendrat inovacionit në përsesin në qytet, lapsa Kosovë është e vogël, komuniteti është në Prishtinë, që sen du të me kuptu. Më thonë mosh me kom për Mitrovicës, ti kitë Mitrovicës që të plët, na kena Gjakovës e të pesë në CKBL, dhe më thonë edhe pse në qyteteve tjera, kryre qendra i sëtisë është Prishtina. Nuk mund është me i hapë qendrat të inovacionit në stëgje, në vendet pak ma të vogla, pse nuk krynë kur çfarë pune. Do të thonë hap investon në infrastrukturë, por nuk ka që krynë ai sa. Por më mirë është me ndihmu qendrave ekzistuese, edhe me shkyr me i bollësit të tjera, e halon për shembull Prizrenit, pjesën e kulturës, artit, dokufestin, po nuk është që mund shpi bu bashk 30-40 vjet për me qenë startup atje. Ju po thonë me pasi seriozisht ato të vetën, Gjakovës me halon ditë shqiptarit, më kënaqsh me muzikë anena. Në Prishtinë me pas ICT-n. Për shkak se çto jemi. Po dhe për Allë Gjakovës jam që takova jashtë Mitrovicës. Do thonë mi këshyr tash se shumica për njerëzve që kiçto mas pak të Prishtinës. Po sa, janë vende të tjera. Kështu që veç me pas me ndihmu nismave ekzistuese mos me marr kry me prej shirita pa lidhje. Shpend na ka dalje veç që kena afru fundit. Unë në arsyeja pse në kom qef me zgot podcastin shumë është se kom qef njerëz me ngu komplet. Po. Çato, se di që ka këshilla, e sidomos kur ka mysafir si ti, për fund një këshill për rinin edhe për ata, s'po thonë edhe veç për rinin, po për komplet njerëz që dojnë me u marr. Që një këshill që pe vrej shumicë për trit është në të bëhen pak më rriqna. Do të thonë për shkak që po ngurrojnë shumë marrë me vet, pi vjen marrë,
thonë, hen një CK, shkruaj email labe, shkruaj email shpende, shkruaj në LinkedIn, kapjo, unë nuk i kom lënë rahat, jo tash edhe me tepru, po të paktën mos me ngurru për shkak se është të rrit konkurenca edhe njerëz duhet me qenë, po është gjenera që ka shumë pak shme thonë komunikim fizik me njerëz. Janë shumë në TikTok, janë në skrina, edhe për shkak që po ngurroj shumë e fol vetë me tu afru. Do thonë që ajo është një këshillë që e kisha dhënë, edhe që po e shoh që trit po ngurrojnë shumë. Nas kena pas marrë vëlla. Më shku fala, mu taku Akini, kena nda vizit karta, thonë mënyrë që me nda, edhe mos mu bazu shumë vetëm në, që me thonë, shkollimi formal. Lab, që të bote me Binance Academy edhe që kena bona me trajnime o që i kemi para pri proceseve. Për shkak se jo veç në Kosovë, po shkollimi publik edhe formal është ma ka dal i përditësum, updated me nevojat e tregut. Na kur kena ofru trajnime e mojnë men me Rinorin e me tjertë në iOS App Development 2012-ën, 4 developerë në mënkej. 4 developerë. Do të thonë, që do të them që na e kena animu shumë edhe kena si komunitet kena eduku njerëz pa e prit shumë fakultetin, do ka fillu njerëz me tutoriale. Kështu që mos më nalësh se kjo po me hin kursera në Udemy, Udemy e konsultoi në Binance është pa pagesa, po. Do kushta afron çit mundësi ty. Do të çajni tu bojojni të ja ushtru, përsa të që vete pora sa ma let, që ta shama herë, për të rrësi që ta shama let. Sa që ki shumë mundësi, e më pak interes ka të njës për më hapë. Kështu që faleminderit shumë, ti përveç që e ndërmarë sukses shumë, ka edhe intervjues shumë i mirë, pyetjet po pëlqejnë shumë, edhe faleminderit më keni nderu, e jo veç mu dhe i CK-n, edhe faleminderit që nuk na ki harru kur, edhe zotin që ta kom thonë edhe në Binance, kur e patëm në maj, është që fuqia ma e madhe që na kthejmë we come back to community. Qëto nuk e shenë Amerikë, nuk e shenë Evropë, njerëz janë shumë të ftoftë, na nuk harrojmë, edhe njëna prej virtyteve më të mira që unë shoh te komuniteti dhe ti personalisht është që jeni ja dini njerëzit. Ja dini, nuk e harroni, edhe ç'kjo është diçka që unë shmoj shumë. Për mu personalisht ndërtimi jam si ndërmarrës, ose kom menu kur që bona ndërmarrës, unë kom menu që kom bo programer, ja ka nis një CK. Unë nuk kom ditë që janë financat, që janë business plan, business modele. Atë mirënjohja ndërsjellje që ekziston brenda komunitetit është sani më i vlefshëm edhe për çka të falenderojmë shumë edhe të shkof marr. Faleminderit edhe juve shpend, edhe prej teje personalisht që ke zgjedhur kohë edhe javë sot. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit edhe prej juve shikues të nderuar, kështu që shihemi në episodin e 4 me musafir tjerë.